Jemi thot 3 djem, njani është i falur. Si ndahet pasuria, a mundesh thot me na tregu sepse nuk po dim si të veprojmë. Yurtë që ajnë djem kene hisër pasuri natyrisht, a i fali nuk ka hisën pasuri. I faluri nuk trashëgon pasuri. Të falurit mundet babai juaj mja dhon një pjesë, maksimumi deri 1/3 ka drejt mja dhon. Edhe ajo është shumë, që ka në hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam. Mundet me dhon nënte që ka të dënë. Nuk është në emën trashëgimis, por është në emën të hedijes, në emën dharatës, po të falë diçka e kështu me radhë, ose ta lënë vasijet pasi të vdes testament. Trashëgimi jo. Kështu që do të kuptu së gjana që me seleksionue, vëllau i falun nuk trashëgon kur gjo, ndërsa jo trashëgon një pasurinë e babës, jo të dy, natërisht nëse kene ndonjë motër e kështu me radhë. Po.